me të vërtet ligjerimi fetar këtu te na shqiptarët është i cilësisë shumë të lartë. Është kualitativ, është referencial, domethënë edhe është i thellë edhe ka largpamësi. Flas në përgjithësi, normalisht mund të secili individ me analizu pastaj profili i tij personal, mirë po në përgjithësi është kjo. E tu pas kësaj lloj kuadrësh vendore, nuk është e saktë që një pjesë e rinisë tonë të mbështetet në ligjërimet e hoxhallarëve të huaj e ta anashkalon ligjërimin e hoxhallarëve vendor. Pse? Jo se, domethënë, ka dallim mes qëndrimeve fetare nga njëra palë dhe tjetra, po ka dallim në perceptimin e realiteteve tona. Edhe hoxhallarët vendor, ata përveç që e njohin fen mirë, ata e njohin edhe realitetin ton, do thotë me ilësirat e leta, problematikat e përditshme që ne kemi këtu, edhe ka dyshim se qëndrimet e tyre fetare, të i pas parasysh edhe këto informata edhe problematikat ditore, do jenë më të sakta dhe më të dobishme. Unë si qëndrim personal, të them, Prishtinë ku më thirrin mua. Jo, domethënë me shku te Bosnjakët për shembull, ose te turqit. Po edhe në Prishtinë ku më thirrin, megjithëse na jemi shqiptarë dhe sidomos Maqedonia dhe Kosova kanë të kaluar të përbashkët, kemi miqësi, domethënë kemi familje, faktikisht jemi të përzim na, domethënë. I them për shembull xhamatin në Prishtinë, i keni hoxhallat e Prishtinës, s'keni nevojë të mbaheni me mua. Mjafton ata domethënë për ju. Unë mund të marr në dekor me qenë, po do thot bazikat janë hoxhallat vendor. Ti pa më kur me Prishtinë tham, ti moj me hoxhën tan e mos u moj me mua, çka do themi nivelet më globale. Është porosia ime që dua ta ndaj tek besimtarët tonë, po ti lexon, dëgjon, s'prish punë. Mirë, po mos e marr referencë bazike. Kjo është njëra anë e problematikës. Ana e dytë që mendoj gjithashtu është sfiduese për hoxhallarët vendor. Pse ndodh që një pjesë e xhamatit rinor, sidomos ata që janë anglishofonës, me ndëgju hoxhallar që flasin gjuhën angleze, qofshin ata nga Amerika, apo nga Anglia, apo nga perëndimi përgjithësi Australia. Po i përmendem që në këto vende sepse e di emrat e hoxhallarëve që përfolen, domethënë që ndëgjohen. Po, prej ka janë. Tani kjo sfidë duhet më shndruar në një dilemë ose një analizë të hoxhallarëve vendor, domethënë çka është arsyeja pse ata i ndëgjojnë ata, për shembull, nuk arrim na të jemi referencat e tyre. Edhe kjo normalisht ka nevojë për një updatim dhe upgrading faktikisht në sferën e diturive fetare, sferën e përdorimit medias për artikulimin e qëndrimeve tona, ndërtimin e institucioneve, akademive, instituteve për hulumtime, për studimet të cilat kanë me na ndihmu neve me rit relevancën tonë, domethënë po. Relevancën tonë faktikisht tek shoqëria jonë. Edhe faktikisht më dhon përgjigje të gjitha dilemave që janë aktuale, sidomos atyre globale, edhe mos me pas nevojë pastaj xhamati mungesën që e prodhojmë na ta mbushim me atë që prodhojnë ata. Se realisht këtu është një sfidë e cila ka shumë kandje të analizave, në momentin që një numër i hoxhallarëve do thotë nuk kontribuojnë në zhvillimin e fetare këtu te na si pjesë e ummetit të rësi, ose problemet e globale të umetit islam i anashkalojnë me arsyetime valide shpeshherë, por për shkak se bota globale tani është si një fshat, informatat nuk mund të fshihen, edhe një hoxh i cili ka një famë të madhe në vendin tonë nuk i prek ato tema dhe nuk ndërton qëndrim për ato tema, atëherë me automatizëm ai e ndihmon këtë xhamatin e ri që me mendu, mund të më qenë e saktë, mund të më qenë edhe gabimisht, po me mendu se ai hoxha, domthonë që është nga jashtë, me qenë më i guximshëm ose më patriot fetarisht, sa ky hoxha vendor sepse se ka guximin artikulues e ndërtu qëndrim për një problem umetor.